Themi me bisedën në studio, tashmë kemi trajnerin Fatmir Zhdrella, faleminderit trajner që sonte me neve. Asi edhe jemi atë jem në këtë televizion edhe radio, sidomos me juve në një emision të hatashëm. Spanja kurrëzohet me titullin kampionit botës, por po du me dalë pak a shumë direkt në temë, a ke Argentina një prej kundërshtarëve më të dobët në finalen e botërorëve, të paktën që e kemi përcjell? Ndoshta këto finalet personalisht që nga viti 1994 kur isha shumë i vogël edhe kur fillova, ndoshta ajo ka qenë një ndeshje shumë monotone sepse pa të përfunduar 0-0, Brazili-Italia. Mas asoj ndeshjes, mendoj që një dominim të tillë nuk është që kemi pas rasta shumë, sidomos në për finale. Një Argentinë, ashtu siç ju friksu mu do kë Anglia Argentinës, ashtu Argentina ju friksua Spanjës dhe është e pa kuptim të përfundosh ndeshjen, po flas për kohën e rregullt, me 0 goditje në port, një dominim total i Spanjës. Çka e bën Spanjën të veçantë? Spanjën e bën të veçantë. Se nuk mundën kundërshtarët me u kundërvy. Sidomos këtë botëror. Jo vetëm këtë botëror, edhe në 2010 thuaj se ka qenë. Po tani Spanja ka munguar një periudhë. Nuk është se ka arrit finale. Kështu duke qenë se pak jam edhe tifoz i Barcelonës dhe edhe në vitin 2010 kanë qenë 7 futbollistat Barcelonës për Spanjën. 6 nga ata kanë luajtur. Kurse dje për ish futbollistat, pavarësisht që ishte aty edhe Rodri si mesfush, po du me dojtë te çështja e filozofisë, sepse këta kanë marrë një copy-paste filozofit Barcelonës me një posedim të gjatë të topit. Dhe thuj se kur erdhi tash gjenerata e dytë e Barcelonës vazhdu njëjtë. Se kjo është gjenerata e dytë e artë e Barcelonës. Kubarsi, Lamine Yamal, Dani Olmo, një lojtar që ndoshta duket në hije, por është fantastik një playmaker. Pedri, Gavi, që mos t'i harrojmë, Eric Garcia në mbrojtje pastaj. Por me të vërtet kjo është një punë e trajnerit se si ka arrit të ruaj një harmoni të tillë me këtë lloj sistemi të këtyre të lojtarëve. Unë dje një postim timin e përmenda është ndeshja ndërmjet Barcelonës dhe Atletico Madrid, sepse Argentina luante stilin Atletico Madridit. E vërtet. Ashpër, vrazhd, edhe në mënyrë jo sportive shpesh, por nëse një dashamir i sportit i thjesht qoftaj, ndoshta ka pas dëmshmëri për Mesin, sepse është bën shumë lojtari më i mirë në historia e futbollit që një, për mendimin tim, edhe për vlerësimin tim. Por gjithë thuaj se dje i u gëzuan fitores së Spanjës për të vetmën arsye, për lojën jo të hishme të argentinasëve e sidomos për gjestet antisportive pas ndeshjes. Pse ndodhi me Argentinën ashtu? A ishte kjo frustrimi i madh për faktin që nuk po mundin me kontrollu ose nuk po mundin me u kyç në lojë me Spanjën, se e kemi pa dhe lojë tjera i kanë zhvilluar më agresiv, po jo kështu si në finale. Ndoshta kjo ishte arsyeja sepse thjesht nuk ishin në të njëjtin ritëm me spanjollët. Besoni ajo, nuk bënin as 5 sekunda dhe argentinasët e humbashin topin. Brenda 5 sekundave Spanja e rifitonte topin dhe kjo ndoshta tregonte një nervozizëm. Po e përmendi një fakt, në vitin 2010, kur Spanja e mposhtë Gjermaninë në gjysmëfinale 1-0 me Puyol gol, Miroslav Klose ishte në ndeshje dhe pas ndeshjes e bën një intervistë. Aq shumë thot na kanë shëtitur topin, saqë na bënën shumë nervoz sepse nuk mundeshim në asnjë mënyrë ta marrim topin dhe ishte e pamundur që ti mbulësh të gjitha zonat, domthon herë do kur do pritet të pësosh gol. Normalisht që Spanja nuk është ajo skuadër që bën goleada, gjithmonë poshtë me një rezultat minimal, por dihet që ata gol nuk pësojnë. Edhe kur dorëzonte topin Spanja te Argentina në kohën shtesë, nuk u pa që nuk kishin më energji as për pasime Argentinasë. Besoni ajo e bëra që thonë një check të shpejt. Një pi futbollistëve që ka vrapu mas shumti për Argentinën ishte McAllister, që kishte bërë gati 15 kilometra. M'fal, ai 15 kilometra i ka bërë duke ndjek topin, jo duke udhëheq me topin.
Domon është njëri pi futbollistëve që ka vrapu mas shumë ti fush, po ka vrapu duke njeh topin. Kur ata filluan me pas topin, posedim ishin të stërlodhur. Kush ka qenë truni i Spanjës sipas teje në këtë rrugtim? Pa diskutim Rodri. Pse? Sepse thjesht mënyrën se si e bllokon topin para se me ardhte mbrojtja. E para, qetësinë që e ka kur ata e marrin topin pe mbrojtësve, është tregon që jo rastësisht është zgjedhur futbollisti më i mirë në botë para 2 vite. Është thjesht një futbollist i stërkompletuar si mesfushor defanziv. Po normalisht që atë puzzle-in e kam plotësuar të gjithë edhe unë prapë i kam qëndruar stoik çështjes së mesfushës së Spanjës, sepse secili që hynte më i fortë se tjetri. Miguel Merino gjithandej ishet rezervist, po gjithandej ishet protagonist. Domthon, thjesht ata nuk ishin në ramje të nivelit dhe ndoshta suksesi i Spanjës mendimi jam është që ka qenë mos xhelozia, po harmonia e ekipit. Nuk është shikuar aty se kush po luan kush jo. Isha kritik ndaj Nico Williams për 2 raste. Ishte një rast tek minuta 96 nuk pasoi tek Lamine Yamal në një kundërsulm dhe tek një rast tjetër u tregua egoist. Po kur te analizojsh bëri një kthim topi te goli me Ferran Torresit, një top thujse 100% humbën ai e kthej. Domthon para punoj për skuadër. Thjesht ata punojnë për skuadër. Te Rodri, a vlen ajo fjalia vjetër e Cruyffit që thoi ke nëse e shikon Busquetsin nuk e sheh lojën e Barcelonës. Nëse e shikon Barcelonën nuk e vren lojën e Busquetsit. Thoj se është copy paste. Rodri është copy paste i Busquetsit. Njëjtin stil loje veç ky është pak më i fuqishëm. Din edhe të hyn në duele, edhe është më atlet. Ky është më atlet sepse ndoshta në atë kohë Xavi, Busquetsi i kishte Xavin dhe Iniestën ata që vraponin më shumë. Kurse këtu Dani Olmo nuk ishte shumë atlet siç ka qenë Iniesta. Por ky kompletimi mes fushës spanjolle është thjesht është art në vete. Domthon i madh i vogël e ditën që dëshira dallon nga ajo ona profesionale. Në aspektin dëshiror, ne ndoshta kemi thonë kem dëshirë me përfundu karrierën Messi me një kupë. Por në fushë dini mirë që nuk do të ndodh atë. Atë nuk janë dilema hec, u kry. Ka dilema. Domethënë ti edhe me dash me thonë Argentina ndoshta po ta qaf me fitu ti prap del gabim se s'kan kontribuar kurrë. Nuk kishte asnjë simptom që këta mund të bëjnë diçka. Normalisht tash, nëse i kthejmë edhe onës sportive, po i hjek ato gjestet të tmerrshme, sidomos Paredes që a bëri, sepse fatke gjyqtari i Kurseu lojtar të Argentinës. Paredes është dashur moti të ndëshkot me karton të kuq. Por nëse flasim veç në aspektin e mbrojtjes, edhe argentinast kanë rezistuar shumë. Kanë rezistuar bukur shumë. Normalisht që më meritori ishte portieri Martinez, sepse bëri disa pritje 100% të golave. Ajo që më bën përshtypje, edhe ndoshta shumë njerëz që nuk e vrejnë, është që pse duhet më marrë lavdata De La Fuente. Raya, portieri i Arsenalit, kampion në Angli, kampion Champions League dhe përfundon portieri i dytë pa asnjë minutë. Unai Simon me Atletico Bilbao, një portier, një skuadre mesatare, por një aftësi të cilën e ka Simon nuk e ka thujse asnjë portier e ka pos vetëm Neueri, me dol në 3-40 metrat me lujtë rolin e qendërmbrojtësit. 2-3 herë ishin në kundërsulm Argentinas, veç kur dilke Simon aty. Domthon thjesht Spanja lun me 11 lojtar. E ka gjetë një harmoduli me 11 lojtar. Çish me përshkruaj De La Fuente? Njeri që është në ADN-n e Spanjës, për grup moshave. Ai ka fitu gjitha me grup mosha. Unë 19, unë 21, kampion Evrope, kampion bote. Ndoshta ky rrugtim do të vazhdoj prap. Pse ndoshta? Lojtarët e Spanjës disa janë kanë 22-3 vjet, 20 vjet, 19 vjeç. Domthonë është një gjenerat pak a shumë gjenerata 2008, 2010, 2012, kur Spanja fitoi Evropian, botnor Evropian. Ndoshta mund ndodh prap, sepse është skuadër shumë e kompletuar, nuk ka nevojë për shumë ndryshime. Shembulli tipik se ka skuadër, jo individ, është që Golshonusit më të mirë përfundojnë me ka 10 gola, Oyarzabal
nduket 4 gola i kishte, a 5. Po. Domthon, kjo tregon që kjo skuadër është e ndërtuar në konceptin teamwork, jo në individ, sepse individët duhet me qenë korrekt. Tash me mbështet edhe Mesin për marr shembull. Messi ka luajtur në shtesë me Kape Verde, ka luajtur në ato momente më të rënda me Egjiptin. Po ashtu edhe me Anglinë. Edhe me Zvicrën. Edhe me Zvicrën shtesë prap shpenzohet. Duke mos u ndru, shpenzohet. Dhe në momentin kurse Spanja ka bërë vetëm po t'i shiqosh ndrymet. Domthon, Spanja ka luajtur një lloj loje kur nuk i kalon lojtarët mu shpenzu deri në fund. Po flas sidomos me sfushën edhe sulmin. Mbrojtja s'ka pas çfarë shpenzu se shpesh si ka ortu pe hiç, s'ka pas nevojë mu shpenzu. Por është interesant. Domthon ka luajt me Pedrin, Miguel Merinon me 5 mes fushor. 2 luajn, 3 luajn, 2 rezervë kombinohen. Po ashtu edhe me sulmust ka bërë kombinime shpesh. Asnjë ndeshje nuk e ka luajtur deri në fund Ojarzabal. Asnjë ndeshje deri në fund. Domthon gjithmonë ja u ka ruajtur energjinë të dy sulmuesve dhe ajo u vërtetu. Ferran Torres shënuesi i finales. Pau Kubarsi 19 vjeçar, kampion bote dhe 2 tituj me skuadrën e Barcelonës. Në anën tjetër, Lamine Yamal 19 vjeçar, kampion Evrope, kampion bote dhe 2 tituj me Barcelonën. Kjo që cekëm edhe në fillim, ai projekti i Barcelonës, ndoshta është mëkat që Barcelona nuk po fiton Champions League-ën, po Barcelona, ekipe i Barcelonës po fiton Kupë Bote. Po fiton Kupë Bote, po fiton Kupë Evrope. Domthon koncepti, kjo është një mësim edhe pak edhe për drejtuesit e Barcelonës që duhet me investu edhe në disa elemente të vogla ku ata kanë dobësi. Sepse është për muhabit qysh nuk po flas veç te Kubarsi, është Pedri 21, edhe Gavi, domthon jena ato fol për 21, është baza e ekipës, Dani Olmo po ashtu. Domthon jena ato fol për një skuadër top që mund të jetë protagoniste për hiç më pak se 10 vite të ardhshme. Kush zhgënjeu sipas teje mas shumti edhe kush ke befasia më e këndshme e këtij turneu? Ndoshta zhgënjem është Gjermania, pa ndoshta hiç, eliminimi i saj jashtëzakonisht i hershëm. Pse po them Gjermania, nuk po them Portugalia ose Holanda për shembull. E vërtet, edhe Holanda, po Holanda është ndeshur me një super skuadër me Marokën. Po. Prandaj po e bëj këtë do këtë më e natyrshme. Më e logjikshme është eliminimi i Holandës, sepse edhe Maroko është top 10 skuadrat më të mira në botë. Po ashtu, edhe Portugalia, po Portugalia është eliminuar nga kampioni botnor. Eliminimi i hershëm i Portugalisë, bile Spanja veç me Portugalin ka pas probleme. Po. Vetëm aty ka pas probleme. Kurse Gjermania, po e bëj një krahasim. Në vitin 2010, kampion i botës Spanja, 7 futbollistë Barcelonës luajnë në formacion. Vitin 2014, po dalte Gjermania, kampion i botës Gjermania, 7 futbollistat Bayern Münchenit kanë luajtur për Gjermaninë. Sot, pse Gjermania është në krizë? Sepse lojtarët bazik të Bayern Münchenit është Olise francez, Harry Kane anglez. Upamecano francez, domthon nuk është që e ka Diaz i Kolumbis, këta e mojnë tuj, thjesht një Bayern München pa Gjerman, një Gjermani e dopt. Këtu i vëj faj pak federatës Gjermane. Duhet me investu më sprit, mu bo kampion botnor me lejtar të Eintracht Frankfurtit dhe Stuttgartit, harro ato. Domthon dush me insistu që disa lejtar, top lejtar, duhet me qëndru Bayern München, Borussia Dortmund, me pas një lloj gare, sepse atje garen e ka shkatru Bayerni, duke i marrë futbollistët. S'ka gare, momenti që s'ka gare, s'ka shumë entuziazëm edhe ajo po reflekton te kombëtarja. Si vjet ka pas rekord shpërndarjes të hollave nga FIFA. 871 milion dollar janë shpërndar edhe skema që janë shpërndar është si vjen. Ekipet që janë eliminuar në fazën e grupeve, gjithsej 16 e kanë përfituar secila nga 9 milion euro. Në raundin e 32-s, 16 ekipet eliminuar nga 11 milion dollar, falni. Në çerek finale, 4 ekipet eliminuar 19 milion dollar. Gjysmë finale, 4 ekipe nga 27 milion dollar. Gjysmë finale, 3 ekipe
29 milion dollar, nën kampioni 33 milion dollar edhe kampioni 50 milion dollar. Ky kampionat mohet me për shumë amaramendse. Tash do të me këshironën pozitive, sidomos po flas për Amerikë, për Shtetet e Bashkuara, me top stadiumet, bënd shumë më të mirat në botë, disa dhe me klim, që t'jepin shumë heshi me ato leda televizionet lartë, që me shumë gjas do t'jetë në 2038 vetëm në Amerikë. Kupa e botës, me gjas. Është fol. Po sepse nuk ka drejt dy kampionat në një kontinent më mojt dy kampionate rresht. Dy kampionate pushohet. Tash 2030-ën luhet Spanjë, Portugali, Evropë, edhe Maroko, Afrikë. Ik edhe Evropa edhe Afrika. 2034-ën mohet në Arabi Saudite, ik edhe Azia, edhe Oqeania, edhe Australia. Praktikisht mbetet veç opcion Amerika Latine në këtë rast, e që atje Brazili njerë ka organizu dhe nuk besoj që ka kushte financiare me organizu dikush tjetër, opcioni thuj se i vetëm do tjetë veç Shtetet e Bashkuara. Edhe do tjetë top kampionat, pse se kushtet janë shumë të mira. Kushtet janë shumë të mira, nuk menoj që do të zhvillohet më në Meksik, pse Meksik jo, sepse lartësia mbydetare e bënd vetën. Disa shtete mund me pos kushte fenomenale, por lartësia mbydetare po i handicapon shumë skuadrat. Azteca është stadiumi me 2200 metra lartësi mbydetare, kanë pas probleme skuadrat aty. Është vërtet, sidomos Anglia. Falenderoj shumë për kohën, se koha po na ecë shpejt. Minutat kur ka diskutim fluturojnë. Falenderoj shumë për kohën edhe për prezencën tonë në Radio Dugaqi. Falenderoj shumë. Besoj që me shumë merit ka fitu skuadra më e mirë në botë. Shumica po thonë ka fitu futbolli. Futbolli, me rëndësi.